Hello guys! Sot jam për t'ju prezantuar disa produkte, zakonisht është shtuar një dyqan i ri, i cili është Skincare Albanian. Kujdesin ndaj vetes, më saktë. Atëherë, unë do vazhdoj të prezantoj disa nga produkte, duke vazhduar nga disa produkte të make-upit, si janë furça, dhe duke përfunduar nga pjesa e larjes së fytyrës dhe trupit. Vazhdojmë. Atëherë, këto janë disa furça për make-upin. Kjo është për fondatinën, ka një cilësi shumë të mirë, edhe furça është shumë e butë dhe më dafsht. Si që shikoni, kjo është për të hapur make-upi dhe kjo është për të bërë pjesën e konturit ose për pjesën e bronzerit, më saktë. Vazhdojmë, kemi këto. Këto janë një piskatore dhe një palë. Kjo vlen për vetullat, kjo kujdesje është për pjesën e vetullave, mënyrën për ta pastruar të gjitha, dhe këto si material janë shumë të mira dhe nuk nxihen apo të krijojnë ndryshk. Vazhdojmë, kemi këtë gjelin e vetullave, të cilat në produkte do i hap tani, është për 24 orë mund të rije. Kjo është furça e vetullave. Kjo është gjeli. E hapim gjelin dhe ta shikojmë se si do jetë në pjesën e brendshme. Atëherë, gjeli është ky. Gjelin do ta lagim me pak ujë që të zbutet dhe pastaj do ju tregoj se si do mi grije komplet dhe si çfarë forme do marrin vetullat e mia. Vazhdojmë prap me një furçë tjetër. Edhe kjo është një furçë fondatine. Siç e shikoni, është shumë e butë. Kjo pjesa është për pjesën e konturit ose për pjesën e ka shumë funksione kjo. Mund ta përdorni domethënë edhe për gjëra të tjera, jo vetëm për pjesën e fondatinës, varet domethënë se si ju ndiheni më mirë për ta përdorur. Vazhdojmë. Kemi një set tjetër për make-upet. Atëherë, kjo është një ndër dhuratat më të mira që mund bëni dhe tani që po vinë festat. Këtu kemi spongjin, të cilët siç e dini në moment që vendoset ose hapet fondatina me këtë furçën këtu, mund të laget një sponjë me ujë dhe mund ta bëni blend në fytyrë. Kemi pastaj dhe furça që mund bëhet peneli, kemi furça që mund të hapet pjesa e pluhurit në sy, kemi dhe një furçë tjetër që mund të përdoret ose për çrpikët extension nëse i keni të vendosura, ose për pjesën e vetullave. Domethënë, mund të ketë dy funksione. Edhe këto kanë aq të butë qimen, sa që nuk do i ndjeni në moment që e vendosni ose aplikoni një nga produktet. Pastaj vinte të preferuarat e mia. I love it. Këto unë vdes sepse kanë një ngjyrë shumë neutrale, kanë një qime shumë, po jashtëzakonisht shumë të butë, edhe janë goxha cilësore në pjesën si në ngjyrë dhe në çdo vend të cilësisë tjetër. Atëherë edhe këtu kemi për blush, kemi për pjesën e fondatinës, kemi për pjesën e bronzerit, kemi për vetullat, kemi për eyelinerin, kemi për çdo lloj gjëje që ju nevojitet për make-up i gjeni këtu. Dojmë tash te pjesa të kujdesit për trupin, ose më saktë për skincare-in. Atëherë, kjo është një furçë, ose si mund ta quajmë një sfungjer, që në moment që bëni dush, ose nuk arrini dot për të, është një material i fortë, por nuk të vret në moment që ti lahesh ose bëhet me ujë edhe me pjesën e shampos trupit ose diçka që ju përdorni për trupin. Vazhdojmë me dorezën e eksfolimit, edhe kjo të njëjtën përbërje ka. Eksfolon komplet pjesën në moment që lahesh, mund ta kapësh, të lash dhe heq komplet qelizat e vdekura dhe kjo ka të njëjtin gati funksion. Kjo është për pjesën e shpinës. Keni parë Tom i Jerryn? Tom i Jerry e përdor shumë, domethënë edhe ato që kanë qime e përdorin jo ne që jemi njerëz. Ishte një shak. Që kështu ja u sugjeroj edhe unë juve që t'i përdorni. Nuk do ndjeni moment, do ndjeni relax, do ndjeni shumë të relaksuar dhe në moment që laheni e gjitha, kur fshiheni, pastaj do ndjeni gjatë gjithë kohës si fresk. Vazhdojmë me këtë set. Ky është set luxury. Që do të thosh? Kjo i ka të gjitha, ja do hapun tani dhe do ja u shpjegoj. Edhe hapja shumë e thjeshtë. Kemi këtë. Kjo është e sigurt që do jetë për pjesën e fytyrës sepse është më e butë. Edhe kjo shërben për eksfolimin e pjesës së fytyrës. Edhe normalisht edhe fytyra ka nevojë për të pastruar qelizat e vdekura, për të pastruar porët dhe për t'i hapur ato pak më shumë.
Vazhdojmë të tjetra. Edhe kjo është për pjesën e trupit, është pak më e vogël, që mund ta përdorni për eksfolimin e lëkurës është dhe kjo. Heq komplet qelizat e vdekura. Janë, domethënë, kanë gati të njëjtin funksion, por janë në disa mënyra të tjera dhe varet se me kë ndiheni ju më mirë. Çka janë ky seti? Ky seti ka diçka të veçantë. Ja ta hap dhe ta tregoj. Edhe kjo ka dorezat e eksfolimit të trupit, por ka diçka plus që të tjerat nuk e kanë pasur. Vetëm njëra më duket. Është kjo. Ju të thoni çfarë është. Kjo është një peshqir, është shumë i butë, moment që e lani fytyrën me atë të parën që ishte pak më e vogël dhe pak më ashpër për pjesën e fytyrës, mund ta përdorni dhe këtë dikush që e ka shumë të ngjeshme lëkurën dhe nuk i pranon diçka të fortë. Kjo është shumë e butë, edhe kjo bën pjesën e pastrimit dhe eksfolimit të fytyrës. Kemi dhe i palë si që kishim domethënë të tjera, dhe këto janë për eksfolim trupi, për të hequr qelizat e vdekura dhe për të hapur dhe komplet porët e trupit. Kam harruar dhe diçka. Edhe këto janë për pjesën e furçave, është një çantë që mund të mbahen furça, make-up, edhe çdo gjë që ju keni nevojë për t'i futur në çantë. Siç e shikoni, kjo çanta vjen me këtë setin e furçave që ka brenda. Keni një furçë për make-up ose për pjesën e konturit, keni një furçë për blushin, keni edhe një furçë për pjesën e bronzerit të fytyrës. Vazhdojmë. Okej, vazhdojmë me produktin tjetër. Ju të thoni çfarë është kjo. Kjo është në moment që flini gjumë dhe dikush domethënë ka bezdi dritën ose diçka e tillë, këtë mund ta vendosni në pjesën e syve dhe mund të bëni një gjumë shumë të rehatshëm. Atëherë vazhdojmë me produktin tjetër. Ja sa po dolëm te fytyra, për larjen e fytyrës. Ja vetëm një sekond sa ta hap. Okej, kjo është një furçë. Kjo shërben për të larë fytyrën. Këtu është me fije shumë të buta dhe janë shumë, po jashtëzakonisht shumë buta. Mund ta përdorni për ta larë fytyrën. Ana tjetër është furçë silikoni dhe kjo është shumë e butë dhe nuk është se mund të të vrasë lëkurën e fytyrës apo mund të të lejë shenja skuqje shumë në fytyrë. Por diçka të mirë ka këto. Kjo janë peshqira për të vendosur këtu. Edhe për çfarë shërbejnë këto? Këto shërbejnë, në moment që përdor këtë, e keni me krem, me ujë, me sapun ose me larsin e fytyrës që ju përdorni, nuk lejon që uji të kullojë dhe të largë, domethënë komplet pjesa e krahut ose të bëheni pjesë bluzën që keni veshur. Për këto gjëra shërbejnë të dyja dhe e di që gjithëve ju nevojitet kjo gjë. Kaq ish. Vazhdojmë te gjeli vetullave, është 24 orë i lëngshëm. Marrim furçën, e marrim pak sasi gjeli, e marrim dhe pasqyrë dhe bëjmë teknikën e ngritjes së vetullës me gjel. Ky bëhet, domethënë, ky është vetulla që është bërë me gjel dhe kjo është vetulla e pa bërë. Shikoni te kjo i kam unë vetullat kaçurret. Këtu i kam të drejta. Dhe kjo thahet edhe është domethënë diçka shumë e mirë dhe nuk të lëvizin më vetullat. Këto ishin disa nga produktet dhe nga dyqani jon i ri të Zakorës që është Skincare Albania. Pra prezantova disa nga furçet ose disa nga gjërat beauty të make-upit që juve ju duhen në jetën e përditshme dhe disa nga pjesa e skincare-it, kujdesit për trupin që juve ju duhet në moment që bëni një dush. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.